gatshëm dhe të përgatitur, i hyn një provimi shumë të vështirë. Duke esur arritën në vendin ku babai do therte djalin. Ismaili u shtri dhe Ibrahimi nxori thikën, por sapo e ciku qafën e Ismailit, Zoti e urdhëroi të ndalonte. Në vend të birit, i solli Ibrahimit për flijim një dasht madh nga xheneti. Zoti ishte i kënaqur prej tyre. Prandaj dhe i kishte nderuar e i kishte mbuluar me mëshirën e vet. Bashkë me këtë, atë ditë të shenjtë kur babë e bir kishin dhënë provën e një besnikërie të pashoqe, e kishte shpallur fest për të gjithë besimtarët. Atë ditë, muslimanët presin kurbane dhe përkujtojnë me nderim historinë e dy profetëve të mëdhenj, që u bën shembull për njerëzimin me bindjen e adhurimin e tyre. Atë kohë në tokë nuk kishte një faltore të mirëfillt. Ishin ca faltore andej këndej, por ishin të mbushura me idhuje me statuje. Ndoshta ishin të ndërtuara shumë bukur, por nuk kishin as pak shpirt. Prandaj dhe Ibrahimi mendonte të ndërtonte një faltore ku njerëzit të adhuronin Zotin e vërtet, të cilën do e quante shtëpia e Zotit. Dhe kështu, Zoti një ditë urdhëroi Ibrahimin e Ismailin të ndërtonin shtëpinë e Zotit në tokë, Qaben. Ajo do të bëhej drejtimi i gjithë atyre që faleshin e i luteshin Zotit anë kënd botës. Menjëherë babë e birë nisën ndërtimin. Së pari sollën shkëmbinj e gur nga malet e afërt e të largët, pastaj hapën themelet dhe vendosën gurin e parë. Ditë pas dite, muaj pas muaj, muret e ndërtesës u lartësuan dhe qabja e shenjtë e njerëzimit përfundoi. Ishte faltoria e parë mbi dhe, vendi më i shenjtë i nderuar i tokës,